38 vjeçari del nga deti i zhveshur dhe tenton të përdhunojë turisten. Ajo shpëton fal kremit të diellit. Një ngjarje pa precedent të shënuar në plazhin e Kakovatos, Ilia në Greqi, ku një 38 vjeçar tentoi të përdhunonte një turiste në Bregdet. Teksa 50 vjeçaria ishte duke marrë zë dielli, 38 vjeçari doli nga deti krejtësisht i zhveshur, duke u drejtuar tek turistja, raporton media greke. Ai u përpoq të mbante me forcë turisten dhe u përpoq të abuzonte me të, por shpëtoi për shkak të kremit të trupit që ajo kishte vënë në trup, sepse bënte që duart e 38 vjeçarit të rrëshqisnin. Gruaja më pas nisi të vraponte për të shpëtuar veten. 38 vjeçari u arrestua disa orë më vonë.